Horoskopi ditor e hënë 19 maj 2025. Dashi, dita nis me pak konfuzion emocional, por kjo mund të shërbejë si shtys për reflektim të thellë. Në aspektin profesional, shmang vendimet impulsive dhe ruaj qetësinë përballë provokimeve. Mos harro se qetësia është forca jote më e madhe sot. Demi, fokusi juaj është e stabiliteti dhe rregullësia sot. Një bisedë e rëndësishme me një mik mund t'ju ndihmojë të shihni një situatë nga një këmbvështrim i ri. Besojini intuitës suaj, përdëgjoni edhe zërin e arsyes. Binjakët, shfaqet një dëshirë e fortë për ndryshim, qoftë në pamje apo në mënyrën si komunikoni. Në marrëdhënie ruani ekuilibrin mes spontanitetit dhe sinqeritetit. Një ide e vogël sot mund të kthehet në një mundësi të madhe nesër. Gaforja, emocionet sot janë të forta dhe mund të ndikojnë në gjykimin tuaj. Mos u izolo. Një mbështetje e papritur mund të vijë nga dikush që nuk e prisnit. Mos i shmang ndjesit, sepse ato janë udhërrëfyes i brendshëm. Luani, ka energji për të angazhuar në projekte krijuese dhe për të tërhequr vëmendjen në mënyrë pozitive. Kujdes me arrogancën, dëgjoni edhe mendimin e të tjerëve. Kur bashkëpunoni me zemër, arrini më shumë se vetëm. Virgjëresha, dita kërkon organizim dhe një përqasje praktike ndaj problemeve të vogla. Një mundësi financiare mund të shfaqet, por kërkon kujdes në detaje. Mos në nënvlerëso fuqinë e planeve të vogla, ato sjellin instabilitet. Peshorja, në horizont ka një vendim të madh, veçanërisht në lidhje me ndjenjat apo një bashkëpunim. Balancimi i ndjeshmërisë me logjikën do jetë çelësi i suksesit. Ndryshimi nuk duhet të jetë frikë, por hapje ndaj mundësive. Akrepi, e kaluara troket në derë në mënyra të papritura, mund të jetë një mesazh ose një rikthim kontakti. Në punë, tregoni diplomat për të shmangur konflikte të kota. Përqendroni në atë që ju shërben dhe lini pas atë që ju rëndon. Shigjetari, optimizmi juaj zakonisht ndryshon çdo ambient, por sot mund të ndjeni të kufizuar nga detyrimi. Sporti ose një aktivitet fizik do t'ju ndihmojë të shpëtoni nga tensioni. E rëndësishme është mos të humbisni qëllimin pas rutinës. Britsjapi, një ndjesi se gjërat janë pezull mund t'ju mërzit, por durimi është aleati juaj sot. Lajme të mira financiare mund të vinë nga një projekt i lëmë pezull. Mundësitë shfaqen kur më së paku i prisni, qëndroni vigjilent. Ujori, kreativiteti është në kulm, veçanërisht nëse jeni të angazhuar në art apo teknologji. Në marrëdhëniet personale, tregoni më shumë vëmendje dhe dërgesë. Idetë tuaja ka nevojë për tokë ku të mbinë, jo vetëm për ajër. Peshqit, dita sjell ndërrime të shumta dhe ndjeshmëri të thellë, por përpiquni të qëndroni me këmbë në tokë. Një takim i papritur mund të zgjojë ndjenja të harruara. Ëndrat tuaja janë të vlefshme, vetëm nëse i ndjek me hapa të qëndrueshëm.